Përshëndetje të nderuar shikues, nisi me edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ona News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti voton më 30 gusht ligjin e vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Drafti i kaloi në komision vetëm me votat e PS-s dhe LSI-s, që këtë herë nuk patën konsensusin si kusht. Dispozita për amnistin ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që japin dorëheqjen me hyrje në fuqi të ligjit të vlerësimit pritet të shkaktojë një valë të gjerë largimesh nga sistemi gjyqësor. Kryeministri Rama premton nga Dibra se nuk do të largohet nga detyra pa përfunduar rrugën e arbrit, por kryedemokrati Basha e akuzon se po vijon të mashtrojë Dibranat. Shënohet rasti i parë me malaria në vend, por mjekët thonë se nuk ka vend për panik pasi është i importuar nga Greqia, infektuari sapo ishte kthyer nga vendi fqinj. Gjermania ndihet e kërcënuar nga sulme terroriste dhe për të garantuar sigurinë po mendon të kthejë shërbimin e detyruar ushtarak. Parlamenti do të mlidhet më 30 gusht në orën 17 për të votuar ligjin e vlerësimit të gjyqtarëve. Vendimi është marrë në konferencën e kryetarëve, e cila u thirr pak ditë më parë nga kryeparlamentari Ilir Meta. Lidhemi me gazetaren Klementina Tsenkollari për më shumë detaje rreth mbledhjes që me sa duket nuk ka përfunduar me konsens, apo jo Klea? Përshëndetje Eno, në fakt do të jetë një seancë e zakonta ajo pasi mblidhet të martën Kuvendi i Shqipërisë për të shprehur vullnetin e saj edhe përpara faktorit ndërkombëtar, duke votuar në këtë seancë jo të zakontë ligjin e parë që bën të mundur implementimin e reformës në drejtësi, ligjin për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dakordësia është arritur në konferencën e kryetarëve të mbledhur rreth orës 18:45 nga kryetari i Kuvendit Ilir Meta dhe ku është dakordsuar thirrja në orën 17 e datës 30 gusht e seancës plenare, duke u përmbushur ai afat që ishte vendosur nga faktori ndërkombëtar që së paku ligji i vettingut, ai pra i vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të votohej nga Kuvendi i Shqipërisë brenda muajit gusht. Sa i përket dy ligjeve të tjera të cilët bëjnë pjesë në paketën e 7 ligjeve të emergjencës së reformës në drejtësi, ligji i SPAK, pra Prokuria e Posaçme Antikorrupsion dhe ligji për organizimin e gjyqësorit, do të punohet intensivisht nga Komisioni i Posaçëm i reformës në drejtësi dhe mundet që brenda datës 15 shtator të ketë votim të tij në një seancë jo të zakonshme të Kuvendit të Shqipërisë. Të paktën këtë e tha nënkryetari i grupit parlamentar socialist zoti Tauland Balla, i cili përfaqësonte pra grupin parlamentar në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Përpara se të ndjekim komentin e zotit Balla, unë kujtoj se ndërkohë Kuvendi i Shqipërisë do të mbajë seancën e parë plenare në datën 5 shtator, kur do të nisë edhe sesioni i ri parlamentar. Për detaje të mëtejshme mbi ato çfarë vendos sot në konferencë, ndjekim nënkryetarin e grupit parlamentar socialist. Kuvendi i Shqipërisë i hap rrugën një procesi shumë të rëndësishëm, sikurse është procesi i vettingut, i cili do të verifikojë në dimensione të ndryshme të gjithë përbërjen e sistemit tonë gjyqësor dhe atë të prokurorisë, dhe ky është një hap i rëndësishëm edhe në një marrëdhënie shumë të mirë dhe shumë kontraktuale që ne kemi me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë një pjesë esenciale e gjithë këtij procesi vettingu që fillon shumë shpejt në shtator në Shqipëri. Kishim një dakordsi të plot, edhe dy përfaqësuesit e dy grupeve tjera parlamentare, i Partisë Socialiste dhe LSI-s në konferencën kryetarëve, bashkë me atë të kryetarit të Kuvendit, që të përshpejtohet puna edhe për dy ligjet e tjera. Miratohet në tërësi dhe pa konsensus në Komisionin e Posaçëm Parlamentar ligji i parë që shoqëron paketën e ndryshimeve kushtetuese, ai për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. PS-LSI vin me një raportëri me syre pasi partia e dytë më e madhe në qeverisë, Lëvizja Socialiste për Integrim, u shfaqe e vendosur për ta miratuar draftin edhe pa opozitën, e cila paraqiti 47 amendamentet vetëm për 25 nenet e para të tij dhe e cilësoi antikushtetues. Duket se LSI në këtë fazë të dytë të reformës në drejtësi nuk do ta kushtozojë më votën e saj me konsensusin, ashtu siç bëri me paketën kushtetuese, që u miratua në 21 korrik me 140 vota në kuvend. Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi miratoi në tërësi ligjin për vlerësimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, duke hedhur kështu një hap të rëndësishëm në miratimin e ligjit të parë që i hap rrugë ngritjes së Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Nuk besoj se detajet teknike duhet kthehen detaje politike, për të cilat unë mendoj se në këtë pikë i takon vendimarrjes së opozitës për të marrë një vendim. Nuk është vendimarrje mazhore.
Opozita nuk ka marrë pjesë në votim, ndërsa përfaqësuesit e saj në komision kanë paraqitur 47 amendamente për 25 nenet e para të ligjit, duke çuar në këtë mënyrë në rrëzimin e pothuajse të gjithë draftit të ekspertëve ndërkombëtar të Euralius dhe Obdat. Ajo që është gjithashtu po aq e rëndë, po aq e rëndësishme, është që Partia Demokratike, edhe pse propozoi një numër të madh amendamentesh për një pjesë ligjit, këto amendamente u hodhën poshtë pas një lloj argumenti nga majoranca e komisionit të saj. Çdo instrument i nevojshëm për të garantuar që ky ligj përputhet dhe nuk shmanget nga vullneti konsensual i 22 korrikut, çdo hap i nevojshëm do të ndërmerret. Ajo që mund t'ju themi është që ky ligj sot devijon rënd nga kushtetuta e miratuar me datën 22 korrik. Por ajo që ra në sy nga pikpamja politike në funksionimin e komisionit është raporti i ri PS-LSI dhe sjellja unike e dy partive në raport me draftin e ligjit të rivlerësimit, që me fjalë të tjera do të thotë se LSI duket se nuk do të kushtozojë në vijim votën e saj në gjetjen e një konsensusi me opozitën, ashtu siç bëri me draftin kushtetues të 21 korrikut, ku me këmbguljen e saj u arrit unanimiteti 140 votave të kuvendit. Pritshmëria se reforma në drejtësi do të dënojë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar është e lartë, por sipas projektit për rivlerësimin kalimtar të trupës gjyqësore në vend, nëse gjyqtarët dhe prokurorët japin ndërheqjen nga funksioni i tyre, procesi i rivlerësimit përfundon automatikisht, duke u siguruar atyre që kanë vënë pasuri në mënyrë të padrejtë apo kanë lidhje me botën e krimit një rrugë shpëtimi nga akuzat penale. Pikërisht kjo dispozit pritet të shkaktojë një val të lartë ndërheqjesh në sistemin e drejtësisë për të evituar publikimin e shkeljeve të mundshme ligjore të kryera nga tokat e zeza dhe prokurorët e këtij sistemi. Ndryshimet kushtetuese që i hapën rrugë reformës në drejtësi krijuan një pritshmëri të lartë në publik për të pasur një sistem drejtësie jo të korruptuar dhe të pakapur politikisht. Projekt ligji i rivlerësimit kalimtar të trupës gjyqësore është projekt ligji i parë që do të bëjë të mundur implementimin e reformës. Në bazë të këtij projekt ligji, subjekti i rivlerësimit do të jetë e gjithë trupa gjyqësore në Shqipëri. Pra, gjyqtarët dhe prokurorët do të kalojnë 3 teste vlerësimi: kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe kontrollin etiko-profesional. Për 6 muaj do të jetë ILDKPI që do të kontrollojë formularet e deklarimit të pasurisë që do të plotësojnë subjektet e rivlerësimit në mënyrë që të hyjnë në sistem. Për kontrollin e figurës do të ngrihet një drejtori e re që do të quhet Drejtoria e Sigurimit të Informacionit Klasifikuar, e cila do të kontrollojë nëse gjyqtarët apo prokurorët kanë lidhje me persona të botës së krimit. Ky kontroll do të kryhet për 2 ose 3 muaj, ndërsa vlerësimi etiko-profesional do të bëhet për 3 muaj dhe do të bazohet në këqyrjen e relacioneve dhe mendimeve ligjore të përgatitura nga subjekti për çështjet gjyqësore dhe rezultatet e testimit në shkollën e magjistraturës. Me gjithë kontrollin e imët nga këto institucione dhe me gjithë ashpërsinë e kritereve që duhet të plotësojë trupa gjyqësore, ajo që vije të re është se pavarësisht nëse gjyqtarët apo prokurorët rezultojnë me pasuri të pajustifikuara me lidhje me botën e krimit apo me profesionalizëm të munguar, askund në projekt ligj nuk parashikohet që dokumentacioni i siguruar të shërbejë për nisjen e një çështjeje penale për konsumimin e mundshëm të veprave penale, duke shkelur ligjin. Për më tepër, nëpërmjet nenit 52 në këtë projekt ligj, gjyqtarët kanë të drejtë të japin dorëheqjen nga detyra brenda 3 muajsh pasi hyn në fuqi ky ligj dhe automatikisht procesi i rivlerësimit përfundon. Pikërisht, nga ky nen pritet të ketë një val të madhe dorëheqjesh në radhët e gjyqësorit, me gjyqtarë dhe prokurorë që do të duan të shmangin publikimet e pasurive të pajustifikuara të tyre, apo lidhjeve me botën e krimit që procesi i rivlerësimit mund të zbulonte, duke u mjaftuar vetëm me 15 vjet përjashtim nga sistemi i drejtësisë në vend sipas aneksit G të Kushtetutës. Pra, gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët kanë bërë miliona me vendimet e tyre të dyshimta, me lidhjet me botën e krimit apo me favorizimet kundrejt politikës, kanë një mundësi të japin dorëheqjen dhe të shijojnë pasurinë e krijuar padrejtësisht pa i hyrë gjem në këmbë. Reforma në drejtësi dikton ngritjen e disa institucioneve të reja me styre dhe prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Ethet e përzgjedhjes së grupit prej 10 prokurorësh që do të jenë pjesë e kësaj strukture kanë filluar dhe disa emra po qarkullin në publik. A do të jetë Ina Rama, ish prokuroria e përgjithshme një prej tyre, gruaja që ngriti pesh politikën dhe u bë shënjestra e sulmit të shumicës qeverisëse demokrate në vitin 2011, pas protestës së opozitës së majt ku mbetën të vrarë 4 demonstrues. Ndjekim kronikën. Prokuroria e posaçme antikorrupsion është një nga strukturat e reja që pritet të ngrihet pas miratimit të reformës në drejtësi që së bashku me Byron Kombëtare të Hetimit i shërbejnë luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pra, strukturat e reja dhe njerëz të rinj në drejtim dhe përbërje.
Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion përbëhet nga 10 prokurorë që zgjidhen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, edhe drejtuesi zgjidhet nga ky këshill, dhe 10-shja sigurisht pritet të përbëhet nga figura përfaqësuese të sistemit të hetimit në Shqipëri. Dhe një prej tyre që është përfolur se mund të jetë në krye të strukturës së re të Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion është edhe Ina Rama, që ka mbajtur detyrën e prokurores së përgjithshme në vitet 2007-2012. Por burimet Ora News bëjnë me dije se ish kryeprokuroria nuk i plotëson kriteret për të qenë jo vetëm në krye, por as pjesë e strukturës në një prej 10 prokurorëve, që do të jenë pjesë e asaj që quhet SPAK. Në draftin e reformës në drejtësi është parashikuar që kreu i kësaj strukture do të zgjidhet nga 10 prokurorët që do të përzgjidhen në këtë strukturë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me një mandat 9 vjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje. Por për të qenë prokuror në këtë strukturë duhet të kesh punuar të paktën për 5 vjet me hetimin e çështjeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit, kriteri i cili nuk plotësohet nga ish kryeprokuroria, e cila ka qenë në krye të organit të akuzës, por nuk ka hetuar dosje konkrete. Ndërkohë, burimet bëjnë me dije se edhe vetë Ina Rama ka synuar për të rikthyer gjyqtare në gjykatën e apelit, një kërkesë që nuk i është miratuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, pavarësisht se ka fituar edhe procesin gjyqësor. Aktualisht, ish prokuroria e përgjithshme Ina Rama ndodhet jashtë sistemit të drejtësisë dhe punon si juriste në një prej bankave të nivelit të dytë në vend. Koalicioni i majtë qeverisës i prezantoi sot Dibranëve kandidatin për drejtimin e bashkisë Muharrem Ramën, që do të garojë përballë atij demokrat Sherefedin Shehu në zgjedhjet e pjesëme të 11 shtatorit. Drejtuesit kryesor të dy partive të mëdha në qeverisje gjetën edhe një moment për reflektim dhe premtime të reja në kushte kur ish kryetari i së majtës Shukri Xhelili u kap në një skandal seksual dhe në një kohë kur edhe rruga e Arbrit, një vepër në infrastrukturë me mjaft rëndësi për zonën, nuk ka përfunduar. Kryeministri Edi Rama premtoi se nuk largohet nga zyra pa përfunduar këtë rrugë dhe sqaroi popullin e Dibrës se borxhet e trashëguara nga qeveria demokrate mbajtën peng shumë punë të mëdha. Dhe për të përkufizuar me pak fjalë premtimin, ai citoi një shprehje të zonës më mirë herët se vonë. Koalicioni qeveritar prezantoi kandidatin për Bashkinë e Dibrës në zgjedhjet e 11 shtatorit në zemër të kësaj zone në qytetin e Peshkopis. Këto zgjedhje mbahen pas shkarkimit nga posti të Shukrit Xhelilit, i cili u shfaq në një video të publikuar në Ora News duke kërkuar favore seksuale një vajze 20 vjeçare në këmbim të vendit të punës. Ai ishte ky takim prezantimi një momenti për reflektimin e së majtës. Luar Rama i Lëvizjes Socialiste për Integrim mendon se po. Dim të reflektojmë. Të reflektojmë me përgjegjësi dhe të korrigjojmë gabimet që bëjmë në të mirë të Shqipërisë. Por në Dibër e Majta ka edhe një arsye tjetër ndoshta më të fortë për reflektim, por këtë herë ndaj premtimit për ndërtimin e rrugës së Arbrit. Zoti kryeministër, ndërtoje rrugën e Arbrit sepse është një nder që e meriton Dibra, sepse është një detyrim që e kemi ndaj Dibrës. Por me siguri, ashtu si Luar Rama, mendojnë edhe shumë të tjerë në sallën e takimit, ku u prezantua kandidati Muharrem Rama, ndaj dhe kryeministri gjeti me vend të bëjë një premtim të fortë. Nuk do të largohem nga zyra e kryeministrit pa bërë rrugën e Arbrit. Më herët se vonë, Peshkopia dhe Dibra do të bëhen një lagje e Tiranës tonë. Ndërsa për arsyen sepse ajo nuk është përfunduar në 3 vitet e para të qeverisjes, lidhe me shlyerjen e borxheve që socialistët trashëguan nga demokratët kur erdhën në qeveri, të cilat tha shefi i qeverisë do të vlenin për të ndërtuar 3 herë rrugën e Arbrit. Mes emocioneve të forta, kirurgu Muharrem Rama, që u prezantoi Dibranëve si kandidat i së majtës për të drejtuar bashkinë, premtoi se do t'i sillë qytetarëve për kushtimin e tij maksimal. Kërkoj mbështetjen tuaj që me idetë dhe planet tona të realizojmë një plan afat shkurtër dhe afat gjatë, sa më shpejt për t'ia ndryshuar Dibrën dhe për t'i dhënë dinjitetin e vet. Edhe kryeministri është i bindur se këtë herë Dibra do të ketë kryetarin e duhur. Ju kishit një kryetar që nuk donte t'ia dinte për Peshkopin dhe për Dibranët, po donte t'ia dinte vetëm për punë të veta. Vota juaj për Muharremin do të jetë vazhdimi i një pune të nisur. I një pune që ne nuk duhet në asnjë mënyrë ta lëmë për gjysmë këtu në Dibër dhe nuk duhet ta rrezikojmë me figurat lodhura që meritojnë nderime në prag daljes në pension. Koalicioni i majtë ka përqendruar fuqitë e tij në fushatën për zgjedhjet e pjesëshme në një kohë kur 11 shtatori i Dibrës mund të lexohet si test për zgjedhjet politike të vitit të ardhshëm. Por kryedemokrati Lulzim Basha në një reagim pas fjalës së kryeministrit në Dibër tha se koha e Edi Ramës ka mbaruar. Sipas Bashës do të marrë mend se në Dibër Rama mbajti fjalimin më të shkurtër të jetës së tij dhe sipas Bashës për një fakt të thjeshtë se nuk ishte çfarë të thoshte, s'ka mbajtur asnjë premtim dhe këtë Dibranët nuk ja harrojnë, s'ka bërë asnjë investim dhe këtë Dibranët e shikojnë. Ja ka bërë jetën më të vështirë të pasigurt dhe këtë Dibranët e ndjejnë kurriz, shpreh Basha në reagimin e tij. Kryedemokrati vijon se 3 vjet e gjysmë më parë Rama mbolli rrenën e rilindjes në Dibër
dhe sot ishte dita e të korrave, braktisja totale. Basha thot se s'ka më kohë për Edi Ramën, për trafikantët dhe ajdutët, s'ka më kohë për krimin, pasi Dibranët do të dinë të rifitojnë këtë kohë të humbur. Kandidati i djathtë për kryetarin e Bashkisë Dibrë Sherefedin Shehu ka vijuar takimet në fshatrat Pek dhe Pjeq. Banorët ngritën si shqetësim mungesën e investimeve dhe të subvencioneve në këto 3 vjet të qeverisjes së majtë. Sherefedin Shehu, kandidati i djathtë për Bashkinë Dibrë, ka vijuar takimet me banorët e fshatrave Pek dhe Pjeq. Sipas kandidatit të Selis Blu, të majtët e lanë Dibrë në mëshirë të fatit në këto 3 vite qeverisje, ndërsa në kohë zgjedhjesh ka nisur ndërtimin e shëtitores 1 milion euro, ndërkohë që qyteti ka probleme më emergjente. Kur i erdhi dita që të ballafaqohet me qytetarët, u kujtua për shëtitore. E bën për të mashtruar, e bën për të vjedhur. Me parat që bëhet shëtitoria e qytetit të Peshkopisë do të bëshin 40 rrugë fshatrash. Banorët ngritën si shqetësim mungesën e subvencioneve për bujqësinë. Të majtë që nuk e kanë kuptuar se kjo qeveri është qeveria më e papërgjegjshme që i ka parë Shqipëria, besoj kanë forcën ta kuptojnë. Që thika ju ka shku në kock njerëzve, që njerëzit po ikin nga vendi i tyre, po emigrojnë, se s'kan shpresë për këtë vend. 3 vjet. Nuk ka bërë asnjë shtesë pensioni. Tokët që janë Michel, që janë prodhim, as nuk i suficionon as një gjë. Bujësia, blegëtoria, ju smun lop, erdhen, bën vaksinat me lek. Se kush i mori si që bën nuk e di të shti. Kandidati Shehu theksoi se nëse do të vinë në krye të Bashkisë së Dibrës, prioritet për të do të jenë investimet që hapin vende pune dhe sigurojnë mirëqenie për banorët. Kreu i LSI-s Ilir Meta gjen tek politika shqiptare mungesë të fortë të bashkëpunimit dhe krijimin e konflikteve të panevojshme, ndërsa mori pjesë në hapjen e Akademisë Politike Verore të LRI-s në Jal, numër 1 i kuvendit, tha se politika duhet të ecë në kulturën e bashkëtesës fetare, edhe në spektrin politik. Në çeljen për të 9 vit të Akademisë së LRI-s morën pjesë ministrat të LSI-s, deputet të kuvendit të Shqipërisë dhe parlamentit suedez. Kryetari i kuvendit njëherësh kreu i LSI-s Ilir Meta, ministrat e LSI-s, deputet të kuvendit të Shqipërisë dhe parlamenteve suedez e danez ka marrë pjesë në hapjen e Akademisë Politike Verore të LRI-s në Jal. Duke folur para 1500 rinjve pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim ju rikthye një problemi të vazhdueshëm që ai e identifikon tek politika shqiptare, krijimi i konflikteve të panevojshme. Ndaj theksojmë gjithmonë frymën e solidaritetit, sepse absolutisht pa solidaritet nuk mund të ketë një të ardhme të sigurt. Meta nuk përmendi asnjë reformë në veçanti, por këmbguli se të gjitha i shërben interesit të vendit. Reformat i bëjmë për veten tonë. Duhet të kuptojmë që Europën duhet ta ndërtojmë këtu, në mënyrë që të bëhemi një pjesë e denjë bashkimit të evropian. Ky është viti 9 që LRI mban Akademinë Politike Verore. Për kryetarin e grupit parlamentar të vetëvendosjes, pajisja me pasaporta shqiptare të 6 drejtuesve të kësaj partie nuk është një manovër politike, por një gest simbolik. Në një intervistë për Ora News, Konjufsa tha se të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të gëzojnë të drejtën për të marrë shtetësinë shqiptare. Ai nënvizoi se lëvizja vetëvendosja nuk po mohon në Republikën e Kosovës, por kërkon që 2 shtetet shqiptare të kenë strategji kombëtare të përbashkëta, ndërsa institucionet të bashkëndojnë veprimet dhe të shkojnë drejt shkrirjes. Pajisja me pasaport shqiptare e 6 drejtuesve kryesor të lëvizjes vetëvendosje është komentuar në Ora News nga kreu i grupit parlamentar të kësaj partie Glau Konjufca. Sipas Konjufcës, kjo nuk është një manovër politike, por një gest simbolik. Ai nënvizoi se marrja e pasaportës nuk ka të bëjë me një mbrojtje nga presidenti shqiptar Bujar Nishani dhe nënvizoi se këtë të drejtë duhet ta gëzojnë automatikisht të gjithë qytetarët e Kosovës. Ishte një gest simbolik, por me domethënie. Ishim ne në fakt ata që e kërkuam pasaportën shqiptare dhe presidenti Nishani u përgjigj pozitivisht. Unë nuk mendoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore e presidentit Nishani, nuk lidhet me këto persekutimet, do të thoja, që i kemi përjetuar kohëve të fundit, ne si aktivistë të vetëvendosjes. Kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes ka deklaruar se forca politike që ai përfaqëson nuk e mohon Republikën e Kosovës, por ai thotë se Kosova duhet të shkojë drejt bashkërendimit të veprimeve të saj dhe shkrirjes sa më të madhe të institucioneve me Shqipërinë. Me sovranitetin dhe Republikën duhet ta forcojmë vazhdimisht, mirë po me qëllim të qartë dhe në funksion të bashkimit përfundimtar kombëtar.
I pyetur për sulmin në televizionin kombëtar të Kosovës RTK, Konjufça tha se lëvizja vetëvendosje distancohet nga kjo ngjarje. Është shumë shqetësues ky sulm dhe po ndodh në vazhdim e disa sulmeve të tjera të mëhershme nëpër institucione të ndryshme. Mendoj që këto janë të dënueshme. Nuk është metoda më e mirë për të vepruar dhe për ta shprehur qoftë kjo edhe nëse është pa kënaqësi. Glau Konjufça konfirmoi gjithashtu se lëvizja vetëvendosje nuk do të ndryshojë qëndrim sa i përket marrëveshjes së kufirit të firmosur me Malin e Zi. Në kuadër të një plani mjaft të debatuar i cili ka për qëllim mbrojtjen e qytetarëve në rast të një situate të jashtëzakonshme, Gjermania po konsideron idenë e rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Ende nuk ka shumë detaje për këtë masë të radhës, pasi kanë qenë mediat, ato të cilat kanë raportuar duke cituar burime. Në bazë të këtyre lajmeve, rezervistët mund të kenë si detyrë për të ndihmuar ushtarët profesionistë në rast gjendje të jashtëzakonshme. Vetëm pak ditë pasi mediat raportuan për mundësinë e vendosjes së një mase të detyrueshme për të mbajtur ushqim dhe ujë të pijshëm për t'u kundërpërgjigjur emergjencave, Gjermania po konsideron idenë e rikthimit të shërbimit ushtarak të detyrueshëm për të rinjt. Lajmi është konfirmuar nga mediat vendase të cilat citojnë burime konfidenciale, ndaj roli që mund të kenë qytetarët është ende i paqartë. Megjithatë raportohet se në rast situate të jashtëzakonshme, të rinj që do të rekrutohen do të trajnohen për t'u ardhur në ndihmë forcave të armatosura profesioniste. Ende nuk dihen shkaqet e diskutimit të kësaj pakete e cila ka si synim mbrojtjen e qytetarëve, por mediat nënvizojnë se gjithçka është një përgatitje për të ardhmen në bazë të burimeve të tyre. Qeveria gjykon se mundësia që Gjermania të futet në një konflikt nuk është një skenar që ka shumë gjasa të bëhet realitet, por shtojnë se vendi duhet të përgatitet për raste sulmesh terroriste, si dhe konflikte të ashtë quajtura hibride. Ky është një term i përdorur së fundmi në arenën ndërkombëtare dhe nënkupton një luftë në terren si dhe në spektrin kibernetik. Për të marrë një shembull konkret, ndërkombëtarët e cilësuan aneksimin e Krimes nga Rusia në vitin 2014, një konflikt hibrid. Këto masa të cilat po diskutohen së fundmi nuk ishin dëgjuar që prej kohës së luftës së ftohtë. Gjatë kësaj periudhe, raportohet se Gjermania perëndimore mund të mobilizonte afro 500.000 ushtarë në mënyrë të menjëhershme, dhe në rast se do të vendoste për të thirrur rezervistët në detyrë, shifra do të arrinte deri në 1.2 milion. Në atë kohë shërbimi i detyrueshëm ushtarak zgjaste plot 18 muaj, ose të ndryshe një vit e gjysmë. Greqia ka bërë thirrje BE-s që të zbatoj planin e rishpërndarjes e migrantëve, pasi vendi po has vështirësi në strehimin e më shumë se 58.000 azilkërkuesve që vijojnë të mbeten të bllokuar në territorin helen. Zyrtarët e Asinës shprehen se kanë dërguar një kërkesë për transferimin e afro 7.000 refugjatëve, por nënvizojnë se nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Në kushtet kur afro 58.000 emigrantë vijojnë të mbeten të bllokuar në Greqi, Athina zyrtari ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të zbatoj planin për rishpërndarjen e azilkërkuesve. Mesazhi është përcjell nga ministri grek i emigracionit Yanis Muzalas, i cili nënvizon se autoritetet helene po strehojnë refugjat përtej kapaciteteve të tyre. Zyrtari shtoi se ka dërguar një kërkesë për transferimin e menjëhershëm të një vale prej 7.000 emigrantësh, por nënvizon se nuk ka patur asnjë përgjigje nga Brukseli. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7.000 ανθρώπους έτοιμους για μετεγκατάσταση. Aktualisht kemi 7.000 persona të cilët janë gati për procesin e rishpërndarjes, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga vendet e BE-s të cilat janë të detyruara që t'i pranojnë. Shtetet anëtare të Unionit po përgjigjen me vonesë, e cila na rëndon më tepër në kushtet kur po strehojmë azilkërkues përtej kapaciteteve tona, u shpreh ministri i emigracionit. Mëtej zyrtari i qeverisë helene u shpreh se kishte planifikuar zhvillimin e një turi diplomatik për ta diskutuar këtë çështje problematike me shtetet anëtare të Unionit. Komisioni Evropian miratoi vitin e shkuar planin për rishpërndarjen e 160.000 emigrantëve, të cilët duhet të transferohen nga Italia dhe Greqia drejt vendeve të BE-s. Megjithatë, kundërshtimi i ardhur nga disa shtete ka bërë që vendimi të mos implementohet me ritmin e duhur. Një qendrim të kundërt ka shfaqur sidomos Hungaria, e cila do të mbajë edhe një referendum për të kundërshtuar tashmë të quajturin planin e kuotave të emigrantëve. Shënohet i infektuar i parë me malarie në Shqipëri, por autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka vend për panik pasi rasti është i importuar. Isomori ka shfaqur simptomat e malaries sapo është kthyer nga vendi fqi, ku punonte prej kohësh. Ai është izoluar dhe po trajtohet në spitalin infektiv në Greqi prej fillimit të vitit dhe deri më tani janë regjistruar 65 raste të malaries. Në Shqipëri është shënuar rasti i parë me malarie.
por mjekët saktësojnë se i sëmuri është infektuar në Greqi dhe jo në vendin tonë. I infektuari nga Librazhdi mësohet se është punonjës sezonal në shtetin fqinj dhe sapo ka mbërritur në vendlindje ka shfaqur dhe shenjat e para të sëmundjes. Pas analizave u verifikua se ishte i prekur nga malaria. Ai ndodhet i shtruar prej disa ditësh në repartin e infektivit në QSUT, në kujdesin e mjekëve. Autoritetet shëndetësore raportojnë se ky është një rast i izoluar dhe se nuk ka të prekur të tjerë nga sëmundja. Në Shqipëri nuk ka malaria autoktone prej disa vitesh. Ndërkohë në Greqi këtë vit janë regjistruar 65 raste me malarie, ndërsa vitin e shkuar numri të prekurve në total ishte 85. Sipas autoriteteve greke, pjesa më e madhe e të infektuarve janë emigrantë që kanë ardhur nga India apo shtetet e Afrikës. Për të parandaluar përhapjen e sëmundjes, Greqia ka vendosur të pezullojë për një periudhë edhe dhurimin e gjakut në 12 rajone ku është shfaqur sëmundja. Malaria transmetohet nga mushkonja anofele, kur ajo pickon një të prekur dhe më pas injekton virusin tek persona të tjerë. Paraziti malarias fillimisht fshihet në mëlçi, para se të kalojë në gjak dhe të infektojë qelizat e kuqe të gjakut. Simptomat përfshin temperaturë të lartë, të dridhura, djersitje, dhimbje koke dhe muskujsh, të përziera dhe të vjella. Ndonjëherë simptomat mund të përsëriten çdo 48 deri në 72 orë, në varësi të llojit të parazitit dhe të periudhës së infektimit. Fermerët e Kukësit janë dëmtuar rënd nga breshëri i dendur që ka rënë gjatë pasdites të së hënës. Me 10 banesa, stalla baktish, por edhe 10 hektar me prodhime bujqësore janë dëmtuar rënd. Banorët e Prekut thonë se kanë humbur gjithë prodhimin dhe investimin e gjithë vitit dhe bëjnë thirrje për ndihmë nga shteti. Ndërkohë, rreshjet e orëve të fundit kanë shkaktuar probleme edhe në Berat. Breshëri i rënë mes ditën e së hënës ka dëmtuar shtëpitë, stallat e bagtive dhe prodhimet bujqësore në rrethin e Hasit, kryesisht në fshatrat Tobël dhe Gjinaj, me 10 hektar sipërfaqe me pemtari, vreshtari, fidan, misër, fasule dhe kultura të tjera bujqësore janë shkatëruar plotësisht. Shumë prej fermerëve që kanë shpresuar në marrjen e prodhimeve kanë parë se si u ka ikur investimi në pak minuta. Ata kërkojnë ndihmë nga shteti për kompensimin e dëmeve. Çdo gjë na ka ardhur në befasi, me na pak minutash ka marrë çdo gjë gjithë mundi që kena punuar një vit. Në kajk. Ka breshë i djeshme më kanë dëmtu shumë në bujqësi. Në bujqësi më kanë dëmtu gjithë prodhimi që kisha. Me këta jeton familja ime, rreth 12 muajt vitin e punojmë për këta. Dhe na u kanë dëmtu me speta me çfarë kemi pasur, se dim se do të jetojmë tani. Ka ra breshën qaftobli që na ka prish çdo gjë, me specë, me kallamosh, me rrush. Na kena më shpesa në çet punë, me fjalë. Morëm për krahë për shtetit, nuk mund jetojmë asnjë për pandurën. Na presim i fut fëmijët në shkollë, asnjë gjë, me fjalë as shpresat na fut komplet. Dëme nga stuhia dhe breshëri ka patur edhe në fshatin Gjinaj. Sipas sekretarit të përgjithshëm të prefekturës së Qarkut Kukës, Abdullah Domi, janë dëmtuar çatitë e 3 shtëpive, si dhe rruga që lidh fshatin me rrugën nacionale Kukës-Krum. Për rreth 2 orë gati ka pas në zonën e njësisë administrative Gjinaj, ka pas një stuhi shoqëruar me shira edhe me breshër. Ka pas disa dëmtime, sidomos kulturat bujqësore, ka pas 2-3 qati shtëpiash të dëmtuara nga erët e forta dhe nga rrymat e shiut që kanë përfshirë këtë zonë. Ka pas dëmtim në disa pjesë të rrugës automobilistike që përshkon fshatin Gjinaj dhe deri në fshatin Domi. Një komision i formuar nga Bashkia e Hasit dhe Prefektura Kukës pas daljes në terren ka vlerësuar dëmet nga breshëri dhe moti i keq që ka përfshirë Bashkinë e Hasit. Sipas komisioni, dëmet janë të konsiderueshme dhe kostoja ekonomike e dëmeve është e madhe. Ndërkohë, rreshjet e shiut që kanë rënë gjatë orëve të fundit në një pjesë të vendit kanë shkaktuar probleme edhe në Berat. Raportohet se në disa zona janë dëmtuar prodhimet bujqësore, ndërsa në qytet ka pasur përmbytje të rrugëve.